Gjatë mesnatës dhe dita e nesërme, shton vranësirat në të gjithë territorin shqiptar. Vranësirat do të jenë më të dukshme dhe më të zhvilluara kryesisht në skajin verior, duke bërë që të mos mungojnë momentet e shkurtra me reshje krejt të pakta të shiut në skajin verior të vendit, ndërsa pjesa më e madhe e Shqipërisë, rreth 80% e Shqipërisë do të mjaftohet me vranësirat të shpeshta gjatë ditës së nesërme, kryesisht qendrat e veriut dhe shumë të pakta në jug, por pa reshje. Për sa i përket ditës së enjte, kemi largim gradual të vranësirave nga territori. Megjithatë, paseri në pjesën më të madhe të ditës ato mbeten prezente, në orët e vona të pasdites kemi përmirësim të dukshëm, largim të vranësirave, pozicionim të tyre në zonat kufitare lindore dhe më pas dita e premte dhe shtuna, diell në të gjithë territorin shqiptar. Vranësirat do të jenë krejt të lehta të papërfillshme, të premte dhe të shtunën, ndërsa dita e diel sërish rikthen vranësirat dukshëm në gjysmën lindore të vendit. Por çfarë do të ndodhë me fushën termike, pasi fusha termike është ajo e cila do të ketë luhatje më të ndjeshme. Sot tham 33 apo mbi 33, ndërsa nesër kemi një rënje të temperaturave me gati 2 gradë në mëngjes, po ashtu me më shumë se sa 2 gradë në orët e mesditës, zbret maksimumi në rreth 31 gradë Celsius, dita e enjte në mëngjes vjen mjaft e freskët. Do të kemi një minimum prej 7 gradësh në zonat malore, ndërkohë maksimumi zbret edhe me 1 gradë në mesditë, pra jo më shumë se 30 gradë, dhe kjo 30 gradë që është vetëm në zonat jugore nga Berati dhe deri në skajin jugor, ndërsa pjesa tjetër do të luhatet në vlera termike maksimale rreth 26 deri në 29 gradë Celsius, duke bërë që veriu të ketë dhe vlerat më të ulëta, duke shtuar këtu edhe veri perëndimi në qarku i Shkodrës, por edhe i Lezhës me temperatura rreth 28 maksimumi i mesditës së të enjtes. Kemi ditën e premte e cila sjell rikthen rritjen e lehtë dhe graduale të vlerave termike si në mëngjes dhe në mesditë, ndërsa e shtuna dhe e diela relativisht freskët mëngjeset për të shtunë dhe për të dielën, ndërsa mesditat me temperatura 32-33 gradë Celsius. Duhet shtuar që nga nesër pasdite dhe në vijim e gjithë pjesa tjetër, parametri më problematik përveç temperaturave të mëngjesit të së enjtes dhe të premtes, kemi parametrin erës i cili do të jetë mjaft problematik.